Bashkimi Rifat Jashari është pritur në mënyrë madhështore në Amerikë. Veç këshirni këto pamje krenarie edhe mos harroni me bë follow. Absolutisht një pritje fantastike nga garda kombëtare e Ajovës. Amerika është një vend i njerëzve të sakrificës dhe vetmuhimit. Amerikanët dinë me vlerësu njeriu e sakrificave dhe flijimit. Kjo nuk është vetëm një pritje zyrtare burokratike ndaj zyrtarëve të FSK-s, ndaj Kosovës. Është shumë më shumë se kaq. Është një respekt thellësisht emocional, një porulje para sakrificës së jasharajve. Amerikanët janë shoqëri patriotike, prandaj i respektojnë patriotët e vendeve të tjera. Familja Jashari është historia më e madhe e shqiptarëve që ka një jehun me premisa univerzale. Aq univerzale është sakrifica e familjes Jashari për liri e çlirim, sa dhe ushtria më e fortë në historitë të njerëzimit quhet dhe Eduard Roket. Populli ynë ka një thënie që i shkon përshtatit këtyre pamjeve: i nderuarit të nderon. Përndryshe, nëse keni probleme me flokë, i keni flokët e pashëndetshme, apo janë duke u ra, atëherë shkoni tek randevu klinik. Klinika sipas meje më e mirë në Kosovë ku edhe unë i trajtoj flokët e mia. E nëse keni nevojë për banesë, kontaktojeni Berisha grupin, besoj që keni mandat të kënaqur.